Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Mendoni personin tuaj të zemrës. Dhe bëjmë pyetjen. Ky person po mendon në këtë moment që po ju mbet. Pra, nuk ka asnjë shpresë që të riktheheni te ky person. Si është ky person në këtë moment? Pra që ju po e mendoni. Si është në këtë moment ky person? Ky person është shumë i mërzitur. Sepse mendon se ti e ke lënë për gjithmonë. Pra je larguar, i ke kthyer shpinën këtij personi. Sepse ti ke qenë gjithmonë për këtë person një femër shumë e duruar, shumë e fuqishme. Por kjo histori ka qenë toksike. Dhe ti ke vendosur që ti kthesh shpinën këtij personi. Por ky person nuk e pranon këtë largim tuaj, sepse është i bllokuar. Është i bllokuar për shkak të impenjimit të tij. Sepse ky është me familje, është impenjuar në punë. Por sot, si për këtë person, je drita e tij e universit. Dhe ky person është shumë i mërzitur, i stresuar, nuk e pranon largimin që ti ke bërë dhe do të ndryshoj. Pra në këtë moment është shumë i stresuar, është në ankth, është në një depresion të fortë, me mendime shumë negative dhe nuk e pranon kur largimin tuaj. Ky do të bëjë të pamundurën që të vi dhe të ndryshoj këtë situatë të krijuar në këtë moment. Me kë rezonon kjo histori? Me gërmën S, me gërmën L, me gërmën Dh, P, L, G, N, S, F, G. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me Digjoreshën, me Peshqit, me Demin, me Pujorin, me Luanin, me Shigjetarin, Akrepin, Binjakët dhe me Gaforen. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like dhe një thank you for videos.